Fatkeqësia është tek fakti që njeriu i cili ka kundërshtuar më përpara veprimet ku janë bën para fushatës të tipit ndihmesës ekonomike, sot po i vepron të njëjtat gjëra, ndërsa ndihmesa ad hoc me konotacion social për kategori të caktuara në Republikën e Kosovës gjithsesi është i mirëpritur për arsye të krizës së fuqishme financiare që është prodhuar nga një politikë jo e shëndetshme në 4 vitet e fundit. Për rrjedhoj a ka mundësi të ndikoj tek votuesi kjo situatë ndihmesës për kategori të caktuara në Republikën e Kosovës, unë nuk jam shumë i besimit. Ata të cilët i kanë bërë këtë veprim e mendojnë dhe shpresojmë fuqishëm që do të orientoj votën e qytetarit, mirë po unë kam një respekt shumë më të madh për qytetarin, duke besu fuqishëm që megjithatë tek bindjet e tyre politike ky veprim ad hoc ndihme sociale nuk besoj që do të ketë ndikimin aq të madh.